8 shpulla, 2 grushta, kapje për fyti në pranga. Shënjestër.net. Shkun për me arrestu një dyshum e vetë përfundun të arrestuar. Qëtë që ka ndodhi me 3 polic këtë të hënë. 3 zyrtarë policor janë arrestuar pasi që dyshuan se kanë keq trajtuar e kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një personi gjatë arrestimit. Rastin e ka bërë të ditur Prokuroria Themelore e Pejës. Kemi pranuar informata dhe provat bashkë me IPK-n, i kemi analizuar dhe ka dalë që ka elemente të veprës penale të keqtrajtimit, dhunës fizike gjatë prangosjes së personit të pandehur. Personi i pandehur është liruar dhe është intervistuar në cilësinë e viktimës, ndërkaq 3 zyrtarët policor pas intervistimit me urdhër të prokurorit janë ndaluar për 48 orë. Personin që policia donte të arrestonte dyshuhej për kanosje dhe dëmtim të pasurisë. Për 3 policët në fjalë, Inspektoriati i Policisë së Kosovës ka rekomanduar suspendimin. Shënjestër.net.